Astronautët e NASA-s në tokë pas 9 muajsh, ja si e ndryshon hapësira trupin e njeriut. Ishte një mision që zgjati shumë më tepër se sa ishte planifikuar. Astronautët e Shtetet Bashkuara të Amerikës shkuan në hapësirë në bordin e Boeing Starliner Calypso në 5 qershor 2024. Ata ishin planifikuar të kalonin 8 ditë në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, por ndërsa anija kozmike ju afrua stacionit, shtytësitë e saj dështuan dhe NASA urdhëroi astronautët të qëndronin në ISS derisa të kuptonin se si t'i kthenin. Kjo zgjati plot 9 muaj ose 288 ditë dhe William dhe Wilmore tani janë në mesin e astronautëve të NASA-s me qëndrimin më të gjatë në hapësirë në një mision të vetëm. Kush e ka kaluar kohën më të gjatë në hapësirë? ISS orbiton në një lartësi prej 354 kilometrash, ndërsa distanca mesatare nga Marsi në Tokë është 225 milion kilometra. Astronauti Frank Rubio mban rekordin për misionin më të gjatë hapësinor të NASA-s, duke kaluar më shumë se një vit në ISS. Rekordi i përgjithshëm për një fluturim hapësinor i takon rusit Valeri Polyakov, i cili kaloi 437 ditë në stacionin hapësinor Mir. Si e dëmton trupin jeta në hapësirë? Të kalosh muaj në mikrogravitet është brutale për trupin. Pa tërheqjen gravitacionale të tokës, muskujt tkuren, kocka dobësohen dhe lëngjet e trupit zhvendosen. Astronautët humbasin masë muskulore shpejt sepse nuk i përdorin këmbët për të mbështetur peshën. Kockat e tyre bëhen të brishta dhe humbasin 1% të masës së tyre kockore në muaj, që është e barabartë me një vit të tërplakje në tokë. Rrezatimi është një tjetër shqetësim i madh. Edhe pse ISS mbrohet nga magnetosfera e tokës, astronautët në misione që zgjasin 6 muaj ose më gjatë marrin më shumë se 10 herë rrezatim që ndodh natyrshëm në tokë. Ekspozimi i zgjatur lidhet me një rrezik më të lartë të kancerit dhe rënje të mundshme njohëse. Masa trupore dhe lëngjet. Astronautët humbasin rreth 20% të lëngjeve trupore dhe rreth 5% të masës së tyre trupore ndërsa janë në hapësirë. Muskujt. Mikrograviteti shkakton atrofi të muskujve, por ushtrimi 2 orë në ditë, 6 ditë në javë dhe marrja e suplementeve mund të zvogëlojnë humbjen e muskujve. Lëkura. Lëkura është e hollë, grihet lehtë dhe shërohet më ngadalë në hapësirë. Syt. Mikrograviteti dëmton shikimin, ndërsa rrezatimi rrit rrezikun e kataraktit. ADN. Shumica e gjeneve rivendosen pas kthimit në tokë, por rreth 7% mbeten të ndërprera. Psikosomatika dhe funksionet njohëse. Rrezatimi mund të shkaktojë dëmtim të trurit dhe fillimin e sëmundjes së Alzheimerit. Hapësira prish orientimin duke shkaktuar sëmundje të lëvizjes. Sistemi kardiovaskular. Qarkullimi i gjakut ngadalësohet dhe prodhimi i qelizave të kuqe të gjakut zvogëlohet. Aritmia kardiake është e zakonshme. Sistemi imunitar. Sistemi imunitar dobësohet. 6 muaj ekspozim ndaj rrezatimit në hapësirë është i barabartë me 10 fishin e ekspozimit vjetor në tokë. Kockat. Deformimi i skeletit dhe humbja e kockave janë të mundshme me një humbje prej 1% të masës kockore çdo muaj. Astronautët bëhen më të gjatë sesa shtyllat e tyre zgjerohen ndërsa janë në orbitë. Sepse shtyllat e tyre zgjerohen ndërsa janë në orbitë. Si rrimëkëmbet trupi në tokë. Kthimi në tokë nuk zhbën menjëherë muajt e tendosjes në trupin e një astronauti, ndërsa trupat e tyre përshtaten me gravitetin, ata përjetojnë probleme të ekuilibrit, marramendje dhe funksion të dëmtuar kardiovaskular. Edhe muaj pas uljes, jo gjithçka rikuperohet. Ata përballen me rreziqe afatgjata për shëndetin, duke përfshirë kancerin, dëmtimin e nervave dhe sëmundjet degenerative. Mbërritja nga hapësira. Shtylla kurrizore kthehet në madhësi normale. Fryrja e barkut nuk është më problem dhe presioni i gjakut po normalizohet. Një javë më vonë. Sëmundja e lëvizjes, çorientimi dhe problemet e ekuilibrit zhduken. Gjumi kthehet në normalitet. 2 javë më vonë, sistemi imunitar, rrimëkëmbet dhe lëngjet e humbura të trupit zëvendësohen. Prodhimi i qelizave të kuqe të gjakut kthehet në normalitet.
një muaj më vonë. Rimëkëmbja e muskujve është pothuajse plot dhe afër niveleve të para të fluturimit. 3 muaj më vonë, rimëkëmbja e lëkurës ka përfunduar, masa trupore kthehet në nivelin e tokës dhe problemet e shikimit nuk ekzistojnë më. 6 muaj më vonë, rreziku i frakturave të kockave mbetet, ashtu si edhe rreziku i rritur i kancerit. 93% e gjeneve kthehen në normalitet, por 7% mbeten të ndërprera.